Çfarë ndodh kështu? Dhe përveç subvencionit, të gjitha këto vende pa përjashtim, fermerët e marrin naftën me gjysmën e çmimit që e merrni ju. Pra, ka një politik, ju mund të habiti, por ka një politik absolutisht armiqësore ndaj jush. Tani, a mund le të shtrojmë pyetjen vetes ne këtu? A nuk pati një krizë në çmimin e naftës gjatë luftës Shtetet Bashkuara me Iranin? Ku do në bje ajo? Dhe në çdo vend, qeverit ndihmën e parë tek fermerët. Absolutisht në çdo vend. Gjermania dyfishoi subvencionin për naftë. Po çdo vend tjetër. Kurse ky në mënyrë më të cinike deklaroi do ta heqim thate. Si mund të ta heqi shtjate? Dhe më shumë i thoshte gazetarit se në Europë tani nuk përdoret më kjo. Në një kohë kur nuk ka vend në Europë, ja thashtë atë kohë, gjej një vend të vetëm që nuk subvencionon naftën fermerëve. Jo e subvencionon, por nga kriza në gjirin persik, pati vende që dyfishuan subvencionin, kurse ky e hoqi subvencionin. Për t'ja u bërë ju të pamundur, të punoni tokën dhe tikni. Çfarë do thotë kjo? Në Europë nuk, si ma shtronë në këtë mënyrë? Pra, Ballkani hapur. Çfarë ishte Ballkani hapur? Ishte një akt armiqësor ndaj jush. Sepse hapi dyrë në të katër anë për vërshimin e prodhimeve bujqësore të Shumadis të Serbisë, vendi i cili subvencionin ndaj fermerëve jo tani, po dhe 40 vite më parë e ka patur 8 herë më të madh se që keni ju sot. 8 herë më të madh.